kërkesa e prokurorisë nuk I përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të bllokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar, madje në dëshpërimin e vet ka të gjithë ato ingredient që ka në të përditshmën tonë përpjekja për të bërë çmos që Shqipëria të pengohet dhe që hapat e shpejt me të cilat ne po ecim në procesin e negociatave të frenohen. Nuk ka asgjë të re në këtë, por natyrisht që materiali në këtë rast është I favorshëm për të rëlisur njerëzit dhe për të fryrë daullen e luftës kundër qeverisë dhe kundër kësaj shumice qeverisë. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkinë Evropiane. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit, ashtu si kundër nuk ka asnjë dyshim që në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion. Por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë, dhe e përsëris atë që thash edhe përpara grupit parlamentar, unë inkurajoj prokurorin që të ndjek dhe të hetoj të gjitha pistat ku mund të mendohet se mund të shfaqet gjatë rrugës ferra e korrupsionit. Deri tani nuk jemi përballë një çështje korrupsioni. Kjo është pak, po është shumë e sigurt. Nga ana tjetër, është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje. Nuk është sekret, se nuk është parlamenti, e kam shpjeguar, nuk është parlamenti noteri I prokurorisë. Parlamenti ka të drejtën të shikojë nëse përmbushen apo jo kushtet, pa hyrë në meritën e çështjes. Unë nuk kam hyrë në meritën e çështjes, nuk hyrë në meritën e çështjes. Por nuk ka akuzë për korrupsion. E para, dhe e dyta nuk ka absolutisht nuk përmbushet asnjëra nga kushtet që të merret ajo mas. Kështu që pajtimet mund të vazhdojnë edhe kaq, nuk kemi asnjë shqetësim për të. Për sa I përket pastaj çështjes prezencës, votimit e tjerë, nuk merrem unë me këtë punë, është kryetari I grupit që ka detyrë të dëgjojë dhe të kuptojë arsyet e mungesave. Është për të ardhur keq
po mua s'm vjen keq me thënë drejtën për shoqatën e Molotovarëve, që ju e quani Partia Demokratike, sepse ata janë botë tjetër komplet. Nuk kanë lidhje fare me botën e sotme të marrëdhënieve ndërkombëtare, të punës për të antarësuar në Bashkinë Evropian, të debateve të brendshme, të jashtme, etj. Por një gjë është e sigurt që unë kam qenë zëri i parë, jo sot, po ka disa vite,